14 milion kilogram mish i shpezëve dhe 10 milion i gjedheve importohen brenda vitit në Kosovë. Këto të dhëna figurojnë në doganën e Kosovës, ku sipas zyrtarëve të saj, mishi importohet kryesisht nga vendet e Amerikës Latine. Zëdhënësi në këtë institucion, Adriatik Stavileci, ka thënë se doganierët kanë të lashë me importin e kafshëve të gjalla, pasi që ato mund të kontrabandohen në forma të ndryshme. Ka të lashe, mund të them ka të lashe me importin e kafshëve të gjalla, për shkak se ato mund transportohen jo në kushte si që është mishi i gatshëm për ngrënie, por ato mund të kontrabandohen në forma të ndryshme. E për cilësinë e mishit ka folur Lamir Thaçi nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari. Sipas tij, cilësia e mishit në vend është në nivelin e duhur, sepse shteti e kontrollon aspektin e produkteve. Ai ka thënë se në Kosovë ekzistojnë më shumë se 45 thertore, por problemi vetëm mbetet therrja ilegale e kafshëve. Ne kemi më shumë se 45 thertore të licencuara aprovuara nga autoriteti jonë. Ne kemi vetëm problemin me therrjet ilegale që kryen jashtë këtyre hapësirave, por ne gjatë gjithë kohës ju bëjmë thirrje gjithë shtetarëve që mos therrin kafsh jashtë thertorëve për shkak se gjithmonë rrezikojnë vetë produktin që nxjerrin nga kafshë. Mishtorët e vendit për të shitur mishin e tyre, ato duhet të kenë vullën e veterinarit dhe certifikatin e therrjes së kafshës. Në rast se nuk i kanë këto, atëherë mishi konfiskohet dhe asgjësohet. Tribuna Channel ka provuar të marrë prononcime nga pronarët e mishtorëve, mirë po të njëjtit nuk kanë pranuar të deklarohen.